gjendet i ndaluar për momentin në polici për dyshimin e veprës penale për manipulim të provave. Unë kam shfrytzuar drejtën që të mbrohemi në heshtje. Prokuroria themelore në Prizren mëngjesën e sotëm ka nisur një aksion në lidhje me dyshimet për manipulim të votave. Deri tash, sipas informatave që janë bërë të ditura, të paktën 100 persona janë ndaluar dhe janë duke u intervistuar nga prokuroria. Unë këtu kam avokatin Blend Gjini, i cili është avokati i njëjtë për të ndaluarve. A mundesh më të tregu inicialet të personit që janë mbrohen? Po, faleminderit mediumit Kallzo.com. Unë jam i angazhuar prej Odës Avokate në lidhje me arrestimin e komisioneres të partisë bosnjake, domethënë Emilia Rexhepit, i cili gjendet i ndaluar për momentin në polici për dyshimin e veprës penale për manipulim të provave. Konsideroj se gjatë dhënies deklaratës të dhënë në polici, së bashku me mua, unë kam shfrytzuar drejtën që të mbrohemi në heshtje, sepse heshtja ka konsideruar se kemi shumë prova shfaqësuese ndaj tij. Asnjë fakt nuk e lidh që partia Emilia Rexhepit ka ngritje ose ulje të votave deri më tani, por konsideroj se kjo është një arrestim, sidomos për komisionerin Emilia Rexhepit, është e pabazuar. Po më e çuditshme për mua gjatë intervistës ka qenë edhe dorëzimi i shpejtë i telefonit. Dorëzimi i shpejtë i telefonit, unë i thash edhe intervistuese të krimit ekonomik në Prishtinës se telefoni dorëzohet, po jo në atë formë, me atë mënyrë menje kemi dorëzuar telefonin dhe do ta dorëzon pukin, pinin e domethënë çka mund me gjetë aty. Me njëherë kam dorëzuar në bashkëpunim me të edhe thash që ky telefon të ekzaminohet, të shkon forensik dhe të vërtetohet se a është i fashëm ajo komisioneri i Emilia Rexhepit të Partisë Bosnjake. Kur është arrestuar? Është arrestuar në ora 10 në stacionin policor Prizren, njësitë e krimeve ekonomike në të cilën sot kanë asistuar. Është këtë asistimi ka qenë i krimeve ekonomike të policëve të Prishtinës, të cilët ata kanë marrë detyrë të intervistojnë të gjithë komisionerët, dhe e shoh që shumë komisioner pa arrestohen, po unë konsideroj që edhe vetë partia bosnjake duhet me dalë me qëndrimin në konferencë për media që ta mbron në komisionerin e vet. Se mbi gjitha ka elemente dhe prova shfaqësuese se nuk mundet me qenë personi veç për shkak një nënshkrimi të arrestohet. Konkretisht për çka po dyshohet? Cili është dyshimi i prokurisë? Po dyshohet, sipas dyshimit deri më tani prokurisë, ky konsiderohet se ky ka qenë komisioner dhe gjatë mbylljes së kutisë votimeve në shkollat ku është mbajtur zgjedhjet, ky ka qenë si nënshkrues i procedurbalit dhe me një nënshkrim që pretendon prokuria, edhe ky është domethënë e mban përgjegjësinë e veprës penale me të cilën konsideron se ka një ngritje të votave nga partia e bosnjake. Aktualisht ku është? Aktualisht klienti im gjendet në stacionin policor në Prizren, në të cilën vetë ende po presim ende rezultatin final për ndalimin 4 tetor, po deri më tani që shpesho situatën do të jenë ndaluar të gjithë. Gjithashtu ka qarkulluar një informat që për shkak të numrit të lartë, pra rreth 100 persona janë ndaluar, nuk ka vend në për buxhet. A keni na informat ju? Po tashti burgjet shpesho intensitetin e punës të policisë krimeve ekonomike, prokurisë, do të ketë ende arrestime, po kjo është fazë preliminare që ende nuk kemi informacion as si avokat, por për klientin tim e di që ende është sot duke qëndruar në polici.